Përshëndetje dhe mirë se erdhët dhe sot po përgatisim një recetë tepër të mirë që ja vlen të provohet. Pula të pjekura bëhen më të mira se sa me i blej të gatshme, pse me i blej kur mundeni me i përgatit vetë, qoftë për veti ose për musafir, ja vlen me provu këtë recetë. Këtu kam 2 pula. Një pul është 1 kg e 200 gram. Do me thonë 2 pula, 2 kg e 400. Tash po e shikoni që po fillojmë edhe po ja largojmë lëkurën kështu, duke e heq nga këto pjesë që janë të ngjitura, sepse këtë proces e bëjmë për shkak se duhet që krejt marinimi i pulës të bëhet mirë edhe mishi i bardhë, që është këtu gjogësi i pulës, pra ta thith krejt atë kripën që do ja hedhim pak më vonë. Po vazhdojmë po e shpojmë në disa vende. Kështu duhet me vepru edhe jo, sikur që po veproj unë, edhe nga ana e mbrëmshme, por edhe i jashtë. Duhet në të gjitha anën, pasi vetëm në këtë mënyrë mishi i bardhë do ta thith krejt atë kripën edhe melmesat e tjera që ne kena me i hedh pak më vonë, dhe kështu mishi do të bëhet tepër i sheshëm. E shponi në disa vende. Po vazhdojmë edhe në një enë tjetër, po shtojmë 3 lugë të mesme veget, 1 lugë të mesme me kryp. Pastaj shtojmë vaj, përafërsisht 60 ml. Edhe vazhdojmë e përzim, mos të harrojmë të shtojmë edhe pak hudhër, pluhur. Dhe tash po vazhdojmë edhe me këtë përzierjen e përgatitur, marinojmë pulat që i kemi përgatitur pak më herët, kemi largu lëkurën nga mishi, edhe tash po e vreni që çdo pjesë të pulës duhet ta marinoni kështu. Unë ju them se kjo recetë ja vlen të provohet sepse bëhet shumë e mirë, edhe në brendësi pulën do ta lyej mirë me kripën edhe me vegetën që e kemi hedhur, pra në të gjitha pjesët. Kështu marinohet pula, edhe mishi ka me shiju shumë ma shumë, për shkak se do të marinohet edhe do ta thith krejt kripën që ne e kemi shtuar. Pra në të njëjtën mënyrë po e lyejmë edhe pulën tjetër, e tash vazhdojmë edhe jashtë, pra lëkurën e pulës po e lyejmë gjithashtu, pjesën e jashtme, edhe pulën tjetër, e pastaj këto do t'i la kështu të qëndrojnë në frigorifer. Pra, pulat do i la të qëndrojnë në frigorifer gjithë natën, ose mund t'i leni për 2-3 orë, por nëse i leni gjithë natën kështu, mishi do t'a thith krejt kripën atë sa është e nevojshme. Tash në një enë tjetër po shtoj pak biber të kuq edhe pak vaj. Vazhdoj me përzim dhe me këtë përzierje do vazhdojmë që t'i lyejmë pulat mbi. Pra kështu përgatisim recetën e pulave. Pasi që kanë pushu mirë në frigorifer për një natë, tash vazhdojmë edhe i lyejmë. Ne po i japim pra këtë ngjyrën kështu, që gjatë pjekjes të marrin ngjyrën tepër të mirë, të rreshken mirë, edhe vetë do ta vreni, pra nëse i përgatesni dhe nëse e provoni recetën, jam e sigurt që do të më shënoni në koment, sikurse edhe për shumë receta të tjera. Mundeni me përgatit për vete, por edhe për mysafir, nuk ju dështon receta nëse do ta përgatesni kështu si unë. Tash na nevojiten këto torbat, pra keset që janë për pjekje, enkas për pjekjen e pulave, për pjekjen e perimeve të ndryshme, edhe këto mund t'i gjeni në përmarkete, ka sa të duash. Dhe tani pasi që i kemi shti në përkese, vazhdojmë i mbyllim mirë edhe në tepsi. Furrën e shpëretit do ta nxeni në temperaturë 200 gradë. Pra, nga momenti që i shtim pulat me i pjek, e lëshojmë furrën në 200 gradë.
Tash po para se me shti me pjek, vazhdojmë edhe e shpojmë kesën në disa vende, sepse kështu na udhëzon udhëzimi në paketim, pra duhet të shpohet që të depërtoj edhe ajri. Edhe tash në furrë në temperaturë 200 gradë. Kur i shtim me i pjek, do e lëshojmë furrën në 200 gradë. Pulat po i pjekin në temperaturë 200 gradë për 1 orë. Pas 1 ore, do e ndalojmë në 150 gradë. Në temperaturë 150 gradë do t'i pjek edhe për 15 minuta të tjera. Edhe pastaj pulat do t'i kemi gati. Nëse pulat janë më të mëdha, do ju duhet kohë më shumë derisa ato të piqen. Pasi që janë pjekur mjaftueshëm mirë, edhe po shikoni që edhe ngjyrë kanë marrë shumë, janë më të mira se sa të blejme, besoj që kanë shije shumë, nëse do e përgatisni kështu. Tash po e vreni që pulat e kanë lëshu edhe lëngun e vet. Lëngu është shumë i përshtatshëm nëse dëshironi me përgatit një supë të pulës ose nëse dëshironi me përgatit oriz. Pra lëngun ose e leni ose lirisht mundeni edhe ta merrni nga pula e pastaj të vazhdoni të përgatisni oriz ose një supë ose një salcë, varet se çka doni ju krejt me përgatit. Unë po e marr lëngun nga pulat sepse do përgatis edhe oriz edhe pastaj pulat. Do i shti sërish në furrë që edhe pak të skuqen edhe të bëhen pak më krokante mbi për 10 minuta. Pra lëngun e kena këtu, do ta përdorim për një recetë tjetër. Këto ishin recetat apo pulat që i kena përgatit. Mishi është pjek shumë mirë. Shikone se si po ndohet. Kjo ishte receta për sot. Mirëmbëjtje.